Po. Po jo po, ore, unë po them e bën për të sfumuar këtë tjetrën. Prandaj, pse ku do t'ja hedhja ai më? Ku do t'ja hedhja ai më, e zgjuar i shekullit ai, po i sa kam pas salajerti unë, po i këtash. Pa, ma të diversanti unë dalë tu. Atëre, ai më vret mua në mënyrë të pabes me këtë çështje, prandaj ja thash. Sepse ja përdor si metaforë, ja përdor si konotacion metafore, se tash fjalët këto janë. Tani, po, ai më vret mua në mënyrë të pabes në këtë lloj forme. E kupton, ku do godasja ai pabesisht. Diversant situate. Po pra situate, po normal, normal. Normal pra. Situate, pra se unë për situate po ja them. Diversant situate, po, është je korrekt. Po jo mos, unë nuk i hyu në do të thënë ashtu asë gjë. Qarë? Unë kisha kuptuar. Ti përdore atë si diversiv, si diversiv, jo diversant. Me fol për situata, por mos me fol për një tjetër. Do të thënë nuk është fjala diversant, është fjala diversiv. Diversion quhet. Diversion. E shqipsi, ja? Diversiv, është diversiv. Diversant është tjetër gjë në shqip, por ai është diversiv. Ai është fiks, do të më godasi mua, do të më vrasi me këtë fluskën, se ngren një flusk këtu, një shashk, hedh këtë shashkën, që nuk ekziston fare, sot nuk ekziston fare, për të mbuluar atë tjetrën. Ku do ja hedhja ai? Unë mbaj përgjegjësi, për aq sa kohë kam qenë me ty, që s'kemi fol ajo është ajo tjetra, ajo pjesa tjetër. Po nuk u bë kjo tema fare. Kjo në shumë kohë sot kena një të bashkë. S'është prek fare. Doli nga hiçi, prandaj u habitëm të gjithë. Po më doli nga edhe pre i nervozuar, do aktrim më komplet, aktrim. Ishtë totalisht, qofse aktrim, të dalësh nga hiçi ti me ato lloj nervi. Unë nga ty 10 minuta u largova. Do të thotë që ti Jo, nuk e po jam edhe unë erdha, isha ke nuk ishte asgjërta në atë moment. Si isha asun aty? Se erdha pas thjeshta, të futa në tualet, pastaj u futa ke dhoma rrëfimit, kur dola unë isha atjeti. Tek pjesa e kësaj, unë jam me drejtën dhe të them që s'kemi na fol, sepse realisht s'kemi fol. Po s'kemi fol fare, more, e bëm vetëm për këtë gjë që t'japim neve zë kësaj tani, dhe të sfumojmë atë tjetrën. As zë, as nën zë, as i lloj gjoje. Po jo, nuk tallet ai me mua. Po, para 3 javë fare ka, 2 java, 3 javë nuk ka reagu shteti shqiptar, kur nuk ka reagu televizioni me antikomunikate, ose unë s'kam diçka fol fare për minoritetin, asnjë moment. Unë s'flas për minoritetin, çfarë thua ti më? Unë nuk flas këtu për... Nuk kemi këtu për të bë politik. Po pra, s'ka lidhje fare, po s'kam fol as sekondë. Shfaqim bindjet tona, të shfaqim idet, lojrat, strategjitë dhe gjithë të gjunët tjetër. Për çfarë vjen ai? Unë jam nga minoriteti, thotë. Kush e pyeti? Nuk është akuzë këtu brenda. Janë në tjera vende ku bëhet politik. Po edhe sikur të jetë, edhe sikur ti profesor Laerti nuk është një studio televizive ku po mbron shteti. Ashtu kujton ai, se është studio televizive. Është gabim tek ajo. Ai kujton dhe prandaj luan kështu në këtë lloj mënyre, se kujton që është studio televizive. Ishte gabim me fjalën, por që ka konotacion tjetër që po e thu. Po sigurisht. Jo, ishte fjalë gabuar. Argumenton. Siç po ma argumenton. Në këtë moment siç po ma argumenton, je në rregull. S'ka pse ta të më godasi mua në atë formë, sepse po ai pesa rënd erdhi tek mua. Ai pesi erdhi. Janë të thirr. Ai pesi erdhi më me ato britma dhe me ato ulërima në mënyrë aq agresive. Ku ti vjen ai me ato agresivitet? Çfarë fjali pretendon ai ti them? Me ato agresivitet që vjen. Edhe për çfarë vjen një gjë që është mbush vet, aktrim, kokë këm. Po thoshte për diçka që se the dhe ti është kelli dhe ku përfshim baj përgjegjësi për gjonat që kena fol. Po se ishim aty. Ku thash unë më? Në asnjë moment nuk e ke thënë, intriganti. Te kjo pjesë. Dhe dal unë jam pranë, po ku dush ti? Sepse se kena fol. Se kemi, po normali, mëse s'ka qenë fare temë sot ajo, se kemi as më ka shkuar mend e kam marrë bile. Tu bëm më vetë tjerë, s'ka lidhje fare. S'ka lidhje me atë. Nuk ka lidhje hiç fare te kjo pjesë. Është fiks diversion situata. Situatash, po. Ai e bën. Ore, e di çfarë më habit mu tani? Ku e gjeti gjithë ato agresivitet, më pa i thon as i llaf. Ku e gjeti? Pa ta thirrën. Ku e gjeti ato agresivitet?